Filozofia e lirisë ekonomike është e taksës shesht mbi tatim fitimin 10%. Filozofia e xhvatjes së bizneseve dhe qytetarëve dhe kufizimit të kësaj lirie, tatim fitimin e ka 15%. Tatimi mbi pagat për ne do të jetë 10%. Aktualisht është 23%. 3 muajt e parë të qeverisës Partisë Demokratike, pagat e të gjithë rrogtarëve shqiptar, të cilat tatohen me fitimin mbi pagën, do të rriten 13%. Tatimi mbi të ardhurat jo nga paga, nga 15% që është në sistemin e plaçkitjes dhe kufizimit të lirisë ekonomike, zbret në 10%. Biznesi i vogël pa të vëshër do të jetë gjerë në 180.000 euro xhiro vjetore. Taksa e transferimit të pronës nga 15% në sistemin e plaçkitjes do të zbres në 2% në sistemin e lirisë ekonomike. Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga 8% do të zbres në 2%. Taksat lokale do të jenë maksimumi 1% e xhiros. Sot janë pa tavan, arrin në 8 dhe 10% të xhiros. Me këtë ta quajmë revolucion fiskal. Ne synojmë të krijojmë klimën më miqësore për biznesin, të krijojmë mundësi kursimesh dhe investimi për bizneset, të krijojmë mundësi për rritje rrogash dhe nxitje të prodhimit. Por vetvetishëm ky sistem fiskal rrit 13% rrogave të shqiptarëve. Sondazhet tona tregojnë se në zgjedhje të lira fitimtar absolut është Partia Demokratike dhe me zgjedhje të lira Partia e Krimit kthehet në 92-shin.